Teleshikues të nderuar, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Po takohemi në emisionin e radhës. S'ka dyshim se gabimi është njerëzor, ndërsa falja është hynore, është nga Zoti Madhreshëm. Secili njeri që vjen këtë botë bën gabime, bën lëshime, por prap rrugë nuk i ka të mbyllta. Ka nevojë për më kthy. Dhe ky kthim tek Zoti është edhe tema për cilën do të bashkëbisedojmë me Farudinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ky kthim te Zoti pra është që kemi për qëllim mu pendu, me u bë pishman. Shpesh herë kuptohet te njerëzit që jo mu pendu kanë nevojë ato që kanë bu, kanë vrarë njerëz, ka bu nëjë kush e di se çfarë gjunohet të madh, çfarë krimi ka bu, kjo do të më pendu. Ajo, në kthimi te Zoti duhet me qenë i vazhdueshëm. Po ndoshta Farudin është edhe kundërta. Njerëz mendojnë që njëri do të më pendu për gabime të vogla, lëshime të vogla, se kur bëj gjuna të mëdha myt njërin, ose Zoti na ruaj, bën njëra amoralitet ose natyrës tillë, s'ka pendim, s'ia fola Zoti, është edhe ky koncept tek ne. Po, është edhe kjo, po pejgamberi sa na përshtat kemi shembull, ai transmetoi që pejgamberi sa me një ulje sa u thonë, se jo 24 orë, me një ulje, një naj që e ka butikun, prej 70 deri 100 herë ka kërku falë Zotit. Edhe pse i ka pas gjunat e foni. Ose i ka mësuar sahabët kur kanë gabuar gjunat të mëdha me u pendu, me lyp direkt se çito është dallimi. Gjunat vogla na istighfar, astaghfirullah, kërkoj falë pe Zotit. Kjo na fshin gjunat e vogla kërkoj falë tek Zoti, pendohem tek ai. Po, mirë po gjunat e mëdha duhen pendim sinqert. Me lut Zotin, o Zot, falma filan gjunat. Me specifiku. Me specifiku çfarë gjunoj. Për çata, ndërsa gjunat e mëdha ai që mënon ashtu, ka edhe si njerëz që mendojnë se shejtani çfarë qëllim e ka. Çudi që shejtani që qëllim e ka finalin që me dëshpëru njerin, ato që ka bu gjunat më me thonë ti s'ki ku shkon aty. Ja, ti veç graj bë gjunat alese për ndrysh ti derisa të zhytet njëri në atë kuptimin ka lënë atë fazën e pesimizmit që i hub shpresat për jetë, për gjithçka. Unë këtu ndoshta më vërmend të tawbia, të pendimi. Nganjëherë ndoshta këto definicionet janë ndoshta nuk janë edhe shumë të rëndësishme. Por nganjëherë si terme ndoshta ka nevojë pak më një shpjegim. Unë pëlqej shumë në definicion i pendimit, çka është pendimi. Në dietar kështu shumë mirë. Pendimi është me ndryshu prej gjendjes cilën nuk e dën Zoti, qoftë gjendje që duket e haptas apo fshehtas, në një gjendje cilën e dën Zoti, qoftë haptas apo fshehtas. Qoftë edhe vesh ose pamje fizike, po. Domethënë, në gjendje që realisht nuk e dën Zoti, dhe Zoti nuk e dën të keqen, nuk e dën dukurinë negative, nuk e dën dukurinë destruktive, nuk e dën diçka që njëri realisht e hen hak edhe në vetë, edhe vetës tij. Shumë interesant që kjo pamja fizike mu pendu edhe përmes pamjes fizike është shumë rrezik i madh, është rrezik shumë i madh që me çat pamjen fizike që shpesh herë që to njerëzit binë prej gjunave, me pamjen fizike e kundërshtojnë Zotin. Nuk pendohen. Qysh Zoti i ka dhënë pasuni. Pamja fizike, tesha, kerri, luksi, këto ato me që ato bën gjuna, nuk pendohet që ato me shfrytzu në hajër, ose Zoti na rujt bukurinë, dikujt Zoti ja ka dhënë bukurinë, dikujt s'ja ka dhënë. Po dikujt që ja ka dhënë, ka shumë prej tyre që çat bukuri, çat mirësi që Zoti ja ka dhënë, ai me që ato e kundërshton Zotin, me që ato shkon haram, me që ato bëhet amoral, me që ato e lufton Zotin. Është rrezik i madh kur të jap dikush një të mirë ti që ato më ja kthy kundër. Çdo do të shumë interesant do të pamja fizike lyp pendim. Kret begatit që na ka dhënë neve Zoti që janë pa numëruar, na nuk kemi mundësi me numëru. Shumë njerëz na pajtuan në start që gabimi është njerëzor. Dhe qëllimi i Islamit, i respektencës islame, mësimeve të Kuranit, të Sunetit pejgamberit, nuk është qëllimi me bën njerin të pagabueshëm. Se njeri të pagabueshëm nuk ka. Po qëllimi është momentet kur njeri gabon. Gaboj njeri. Mos më menduaj që tash ka gabu, edhe tash më morr të portën që thot populli, edhe mos ka kthim për ta. Po me kuptuaj që është diçka normale që ka ndodhur. Kuptimin që është diçka. Ama më mundu që mos me përsërit, edhe më thonë o Zot falem.
Për me tregu që i rabi Zotit. Zoti e dën shumë. A ke pona kur t'i bëjmë kesh dikujt në dunjë për shembull, kolegëve tu në punë, njerëzve, familjarëve, ato nga njerë thënë, na fal që ta bona këtë shem gabim. Po Zotit, që na i ka dhënë këtë mirat, cilat nuk kemi mundësi mi numëru. Prandaj te këtu kisha përmendur edhe diçka Farodin, kur jemi te pendimi, unë kisha llogarit pendimi, edhe kështu realisht llogarit Zotin. Është rruga e pështimit. Është ai revolucioni mbrëmshëm që bën njëri me vetën e tij. Sa Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa na nuk e ndryshojmë vetveten tonë. Prandaj mendoj që i domosdoshëm është pendimi. Pse? Se të fillon ndryshimi. Që atëherë ti thua Zotin jam i gatshëm që pak në jetën me po pak më ndryshe. Dhe sot s'kum jetu me qëllim, sot po du me jetu me qëllim. Dhe sot s'kum bo vepër. Një histori të re. Ma marrë mendja që ata që ceku më harët, ka njerëz që menojnë që kanë bo gjuna dhe s'kan ku shkojnë, kanë bo shumë. Zoti është shumë i mëshirshëm. Që the hadithin pejgamberit sa çdo biri i Ademit është gabimtar. Me mirë është ai që pendohet. Na gabojmë. Po Zoti don që na kur gabojmë që ato më u kthy atina që më thonë Zot falem se kum gabuam. Se na jemi rob tina. Sa që pejgamberi sa më ka thonë se kishit me kon njerëz që zgaboni, kish më shkatrur Zoti me ardh me disa që gabojnë edhe kërkojnë falje, se Zoti e don penime me kërku falje. Po jo tash kjo me kon që unë vazhdimisht gaboj dhe kërkoj falje. Jo. Po veç mos pendimi apo mos kthimi tek Zoti, dy versionet. Është gabim në veti. Vesh mos më thonë njëri o Zot falem, nëse sot njëri o Zot falem, kjo është gabim në veti. Duhet me kërku falje për to. Domthon kërkimi i faljes apo pendimi apo kthimi tek Zoti është i domosdoshëm. Kur ne e lojmë këto anash, atëherë na kemi gabu ekstra. E para që kemi bëu gjuna, e dyta që s'kemi kërku falje. Është çuditshme Zoti, është çaq i mëshirshëm, çaq ka rahmet ndaj robit tina, edhe ati ndaj gjunaqarit. Apo mu i ka me konë edhe gjunaqar shumë i madh. Edhe gjunaqar shumë i madh. Po për një kohë mu kthy i dashën i Zotit. Te njeri s'munët. Është shumë problem. Te njeri gabon një herë, 2, 3 ta fal dikur thotë ja, ti ke tepru mua edhe të fshin. Që thonë na me gum traktorit fshin. Pa që Zoti çfarë thot? Thot thuj o robi jam, o ju të cilët i keni bë vetit pa drejtësi, o gjunaqar. O ju që keni bë vetit pa drejtësi. Qa? Mos e hopni shpresën y mytin faljen e Zotit. O ju që keni gabu, o ju që keni bë gjuna, mos e hopni y mytin faljen e Zotit. Pa marrë parasysh sa ke gabu, mos i çoj durt me thon Zotit s'u fal, unë s'kam kush shkoj. Ja. Se vet fjala e Zotit po thotë o rob të mi. A para më njëri çfarë bën? Ndodhet te familjar, baba e vladin. Baba e vladin që don shumë, çfarë ndodhet kur gabon shumë e vladi? Thotë çore. Unë e kom shfaqi filoni, djalli se jam s'është më heq. Por më baba i çon bul pe vladit, për shkak gjunave që i ka bëu thotë çore ma kanë nxit fytyrën. Unë se a Zoti pa më ka tepruar, ka lëku fini. I çon durt, a Zoti si çan asnjë. Për këtë arsye tregohet që ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu gëzohet me pendimin e robit. Allahu gëzohet me pendimin e robit saqë e ka pru shembullin, thotë sikur një njeri që del me devën e tina ose sot më thon me kerrin e tij dhe del në shkretin u thon edhe ka thon pejgamberi sa i ik devja, i hub devja me gjithë ushqimin. Ky s'ka ushqim as deve më, me diskretin s'ka ka jamon më. Dhe thotë ç'a bën, mo i kputet i myti mërnu. Shtrihet edhe e prat veç me ardh deka. Edhe nxën thot kotja, kotet ky njeri, edhe kur i dal gjumi ka ardh devja te kryt me gjithë ushqim. Ai ka ardh i myti për jetë. Fa çysh gëzohet, çaq gëzim i madh që i ka thonë rosti më kthy në dy njerëz apo? Thotë çashtu Allahu gëzohet me pendimin e robit. Vetë sa që thot pejgamberi ky njeri pe gëzimit të madh, çaq shumë që gëzohet, thotë o Zot, ty takon falënderimi, unë jam Zoti yt, ti i robi jam pe gabimit, pe gëzimit të madh i ngatron këtu. Domethënë jashtëzakonisht gëzohet. Jashtëzakonisht gëzohet shumë. Por që ata Zoti i thirr ata njerëz që kanë gabu, ata që janë gjunaqar, mos me kputi mytin asnjëherë. Këto sot kanë shpirë. Çfarë do po do me pak me bon pak një elaborim. Shumë bukur kjo ajeti, mund profesionalisht mendoj që ai njeri që ka depresion, ai njeri që ka stres, ai njeri që ka smundje, po tham, shpirtërore dhe smundje tjera, që ka humb shpresën për jetë, ka nevojë një kthyesh të ajetit kuranor. Subhanallahu, kanë herë
kur nolet njëri e lexon këtë ajet, edhe ajetin ngjashme, Zoti po thotë, thuaj o ju robët e mi, mos e humni shpresën nga mëshira e Zotit. Zoti po thret në optimizëm. Sot e ke pas smundja depresionit, për smundje mas shumë të në shoqëritë perëndimore, smundja e stresit, që kanë filluar edhe në shoqëritë islame, ku ka traditë islame, ku ka praktikim të islamit më shumë. Ku problemi? Mungesa e imanit dhe besimit. Sikur ky ajet i Kuranit, ti dëgju, ti shpjegu në për shkollat tona, në për universitetet tona, ti bë studime rreth këtij ajeti kuranor. Edhe ti merr si ilaç, unë personalisht mendoj që, edhe pse në favor kush jam unë me mendu, ndoshta me pas mendim veçantë, po mendoj që nuk do të kesh pas as depresion, as stres, e le mo me pas vetvrasje. Aftën që është një dukuri që vjen si rezultati i humbjes shpresës në Zotin edhe në talmen. Prandaj te ky ajet i Kuranit natyrisht do të mundal shumë, Allahu po na thotë, Allahu i fal këto gabimet. Po më përsëri. Edhe atë mendimin që është negativ shoshni që Allahu nëse ju fal, për shembull i thotë diku i falo bre, se mos falja jote është gabim, e ke bëni me kat Zotit, se ke kryeni hakun e Zotit. Çfarë thot 50 vjet, 60 vjet su fal tash çysh s'ma pranon Zoti. Ose kur i thotë një filon për shembull që përdor alkoolin, po lebra alkoolin pendof se Zoti ta pranon pendimin. A diçka thot hoç, u po tash. Tek Zoti domethënë, kjo është problem, kjo është më mbyll dyert shejtanit. Më mbyll dyert vetes. Shejtani pra qëllimi i tij na me të punë çat gjendje me të bë pesimist. Është një rast interesant që ne ka njoftuar pejgamberi sa për kohën e kaluar, thot pejgamberi sa mos ka një njeri i cili ka pasur emrin Kifl. Skalon gjyna pa bu. Që thojmë na shejtan. Sërat të insane. Insan kështu po shejtan pe punëve, çka i ka mundësia me bu keq ka bu. Skalon gjynas që ju ka dhënë rostis që se ka shfrytzu. Thot pejgamberi sa derisa një ditë vjen një vajzë, ku i shike lypë i tij ndim. Po fjala për ushqim. Edhe shumë njerëz këtu është të rreziku që e shfrytëzojnë kët kur njerëzit nuk kanë, e shfrytëzojnë moralin, derin e tyre, fukarallëkën e tyre me i shfrytëzu, le të kanë tut Zoti. E ky gjëna është shumë i madh, ky Kifli i thot po thot t'jap me kush që thjesht me kalu natë me mua. Ajo shkaku fukarallëkët edhe pranon. Mirë po kur i afrohet afër peshe po dridhet kjo vajza si thu pranuj që thojmë na. I thot çka puna. Ajo është pyetje dëshmëria. Thon pe gjona të çka po dridhesh? Thot po dridhna se vallahi thot mos ti shkon çështja e kafshotës gujës. Thot është hera parë që ne pe bëjnë një gjuna. Që gjuna till. Jam pak bomjes në gjuna. Hale se ka bu, po pe bëj zorim ka shti, çysh ku më dal para Zotit. Po nonet ky Kifli thot ti që s'ke bu kur gjunohe, me që po thu me kët moral, kët karakter, e ki kët dert, po dridhe kështu pe Zotit, po thot që s'kum lënë gjuna pa bu. Thot vallahi nuk vazhdoj kështu. Shejtani u kon për ka punë, shejtani kanë thonë. Edhe i çon durt, thot shko. Nuk e shfrytëzon rastin, edhe ja nisë kon. Nesër në njerëzit po kalojnë ka dera e tina dhe po çuditën, po nalen po kqyrin çka ka ndodh. Çka po shkon der tina s'pja u kop truni, çka është? Peshojnë Allahu ja ka fal Kiflit. Allahu ja ka fal Kiflit. Mos thot ai 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet kumbu, si mfal ose kumbu gjunata s'kam kush. Jo. Apse në momentin e fundit ama u pendu sinqerisht te Zoti e ka pranuar edhe ka bëu që njerëzit të çuditën. Këtë do shta mund të lidh pendimin, nga njerë na e përkufizojmë vesh në fushën e atyre që ka bën gabim. A Kurani pendimin e bën të hapt për këtë besimtar. Për këtë njerëz, këtu thuaj o ju robët e mi, ke i përfshiti gjithë njerëzit, musliman, jo musliman. Po në ajete tjera Zoti drejtohet muslimanëve, thotë o ju besimtar. Pendojeni të gjithë tek Zoti. Të gjitha gjëra. Të gjithë jo, të gjitha gjëra. Çfarë me thotë me një pendim të sinqert. Thotë nëse dëni me pështu. Zoti po na tregon që pendimi është rrugë e pështimit. Tjetra kunalesh e sheh ajetin tjetër të Kuranit, subhanallahu, kur njëri që thotë astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje për Zotin dhe pendohem tek ai, këtë person e do Zoti. Inna Allaha yuhibbu at-tawabin. Allah i don ata që pendohen. E dhjetra ajete të cilat thrasin ty me ik prej dunjas dhe gjunohë, ku më shku të Zoti, o firru ila Allah. Ikni ku më ik të Zoti, jo pe Zotit, për të Zoti. Ikni prej gjunohë, prej gabime, prej lëshime, prej asaj faqes zezë që ke shkru, në atë faqen e barë më dal për Allahu xhaleshano. Mendoj që këtë thirrje të Kuranit, edhe thirrjet pejgamberit alayhis salam, ato që pejgamberi sa vazhdimisht ka
kërku falje Zot. A kur e dim që pejgamberi i ka pas e mbrojtën pe gabime, të falta gabimet e shkune, gabimet e arsh. Gjitha këto tregojnë që gjithë kemi nevojë me kërku falje edhe më pendu të Zotit. Ka njëherë njeri pendohet, është realitet që pendohet. Po çka ndodh mas pendimit? Dëshpërohet. Arsyeja pse ju ka kthyer apet që ati gjinohet. Edhe thotë qëron, u pendova, po apet u ktheva, ja. Mos po mujsha munat, ja. Subhanallahu, për ta kalon derë Zoti i qiellit. Për këtë arsye pejgamberi sa më shkon herë njëri tha ja Rasulullah nëse gaboj. Përgjigje për çita që ju duket që s'u pemojnë pendimin, s'u po shkojnë në rrugë që duhet, thotë nëse gaboj. Çka ndodh? Thotë pejgamberi sa me laçet ta shkruaj. Subhanallahu, sa interesant është puna e me laçeve. Ka ardhur transmetim që me laçet kur gabon njëri nuk ja shkruajnë më njëherë. Presin mos po pendohet. S'dojnë më shkruajt hiç, mos pi bjen pishman, mos po kërkon falje. Saqë nëse pendohet me laçet thonë Allahu të gëzof çush na gëzove neve, se me laçet s'kan qef që na me shku në xhenem. Edhe po kanë detyrë. Po dhe kanë detyrë me shku, por nëse ai nuk pendohet, nuk i bjen pishman, i thonë Zoti dëshpërov çush na dëshpërov neve, se mojnë më që ai mu kthjell me ra pishman. Për këtë arsye pra, i thot pejgamberi sa çan ndodh kur gaboj, i thot pejgamberi sa shkruhet. Shkruhet gjinoj. Po thanë se pendohem të fshihet. Apo nëse apet e bëj, ta shkruhet. Nëse apet pendona, të fshihet. Po nëse prap e bëj, subhanallahu, vazhdimisht, an luft me nefsin, po provon s'po mundet, i thot pejgamberi sa i pe vetë deri kur kështu dërguar me Zotit shkruhet fshihet, tha Allahu nuk e hub shpresën pe i robit vet derisa robi ti çandur, te hub shpresën e robit. Në atë moment që ti ke thonë unë s'po musha me lën këtë gjëra, atëherë Zoti normal që edhe ai që them në fardore çandor. Janë edhe dietarët i kanë përmend farodin edhe metodat që i kanë nxjerr pe thonjave të Zotit dhe pejgamberit alayhis salam, metodat se jo patjetër kusht me thonë njëri o Zot falem. Po format pendimit, çush mi shly njerët kalunën negative. Ose që kanë njolla, çush mi shly ato njolla. Është shumë interesant thonë pejgamberi kur thonë pasu, çdo herë kur të bësh një të keq pasu me një të mirë. Tam what bisayt hasana pasu edhe ajeti Kuranit të ngjashëm innal hasanatu yuhibna sayyiat. Veprat e mira i zhdukun, ju i shlyn. Po si lojnë vënë është këshia. Ta në tjetra karë, ata që kanë besu, jenë pëndu, kanë bo veprat mira, Allah ja u shëndrën veprat e kësia në veprat mira, shëmshirën e Zotit, subhanallah. Edhe veprat e kësia nëse ke bo, prandaj, kjo që ka na po të diskutojmë këtu, në rënë parë, vetës time, neve, për dhe ata që për na përcjellin, për na dëgjojnë, është një thirrje, për që më kthyn rrugën e Zotit. Çdo natë Zoti ka ardhur hadith kutsi që Allah xhashon çdo natë zbret qiellin e dynjos sa thotë ka dikush që kërkon falje. Subhanallahu, ka nevojë Zoti për neve, bre. S'ka nevojë. Na kem nevojë për të çdo natë. Thotë ka dikush që don me fal ta falja. Ka dikush që lutet me fal, ne ja fusim në gjë. Na bëjmë gjëna dhe smërzitëm hiç. A Zoti çdo natë lyp pe neve që më na fal. Sa është i mëshirshëm, sa është i dhëmshëm, sa është i butë, sa na don Zoti. Për këtë arsye është një rast që e dini shumë mirë dhe jo, rasti kur që gëzohet Allahu xhaleshanu kur robi i kthehet atij. Për këtë arsye ka thënë Davudi alayhis salam, Allahu i ka thënë Davudit, o Davud, sikur ta din ata që ma kanë kthy shpinën. Sikur ta din. Se vallahi nuk e din se me ditë ata çfarë dashnije kam dhe malli për ta që ata mu kthyte one, kishin mu kthy që thojmë atë me vrap të ngo. Ka thonë Davud, ky është malli jam për ata që ma kanë kthy shpinën. Për ata që ma kanë kthy shpinën, që ata që bujnë gjinohet. Po çfarë malli kam për ata që janë në rrugën tënde. Subhanallah. Tregohet ky rasti kur në kohën e Musës nuk ka lëshu Zoti shi, ka lëshu Zoti baraqat. Pe dënimeve të mëdha pe Zotit është edhe kur nuk lëshon shi pe qiellit. E dënon atë popull. Estagfirullah, hikin në farforme edhe hajvanati, edhe insektet, edhe shpest, hikin shkak i gabimeve të njerëzve. Dënon në farforme shkak i tyre. E Allah xhashon nuk i ka lëshu shi, edhe del Musa me popullin e vet, e lut Allahun xhaleshanu, thuhet 3 ditë
e kanë lutë Allahun xhaleshonu vazhdimisht në pikë dillit e nxehtë e vope, i kanë do fëmijët pe nonave me bo gjendje sa më të mjerueshme. I kanë do të voglit pe shtazëve, pe nonave të tyre, veç me mu bo miskina. Domethënë me qenë ajo forma e pendimit në mënyrë kolektive. Në mënyrë kolektive. Domethënë që i madh i vogël i vëmë me bërtitë me do e shtie edhe pejgamberin Musa alayhis salam mesin e tyre. Edhe pi lutën Zotit me lëshushi Zotit s'po çon hiç. Hiç pilshësh. Ata u lëshin Zoti është tek e vapën edhe më shumë. Edhe derisa Allah xhashon thot Musa se Musa, mesin e juv, mesin e çti është dikush që gabu shoqërie, është një gjunaqar që 40 vjet është mbu gjuna. Që 40 vjet, para më çfarë njeri mundet me kanë njeri që ka në gjendje mu denu një popull, shkaku i tina. Çfarë njeri mundet me kanë? E këqyrën e qëtë njeri. Po thëtë Allah, deri sa ai njeri thëto mos del prej mesit ju, vone s'kam ju lëshushi. Pra, shkaku i ti, pos ka orë dënimi pas ka ndalu shina, po? Çka ndodh? Thëtë o zdo qysh me njëftu, thëtë thirr e zonën javqojone se cilit në vesh me mëri. Edhe Musa i lutët popullet vetë të popull. Në mesin tonë është një gjunaqar që shkaku i tina jem të denu, let del për mesit tonë. Qërë gjunaqari, gjithmonë në llogarit që dikush është, në është e maj zi se ai. Jo, na për vetës do të munis, unë jem maj keq. Kur mëse llogarit që ka dikush ma të keqësit. Se se din të zoti kush jem, çfarë jem. Ata këshur që mos po del dikush në gjatë, mos po del të majt, kërkosh që dikur e kuptoj që për qëllim është kë. O pëndu. A thëtë o Zot. Në mrëshin qëto momente, mos me ndalë që të në fashë jazes, mos më shplu para masës. Edhe filloj shime. Po thëtë ta besën e Zot që s'ka me të bo më gjuna, me vedi, s'ka me të bo më gjuna. Nuk ka shku shumë kohë, veç është rësu qielli, ret e shiut edhe ka ra shi i madh. Musa po thëtë o Zot, nuk dul kërkush prej mesit tonë, e lëshove shiun, që ka ndodhe, ti më thëtë duhet me dalë dikush. Që që thëtë Allah Musa, dhe to Musa, ja u lëshova shiun, për hatër që qati, për hatër tina ja këmë dalu tash, për hatër të gzimit tem që ja ju këthy të one, u pendu, thëtë ja u lëshova shiun. Thëtë Musa o Zot, kalëzëm cili është ta di jone, të gzona adhon me të di kush është a njeri, për thëtë Zoti, 40 vjet, që në mëshirin Allah, 40 vjet, dhe te kumë rujtë, si ja kumë qitë, po që në zezë s'kumë kalëzu kush është, se kumë tërpru për para tjere. U konë largë meje dhe se kumë qitë, kur më këthy mu me qitë kush është ta. Subhanallah. Tu do shta farudin nga njerë të pendimi, kur jemi shumë njerëz, merën me të metat e tjerëve, i harrojnë vetat, ose i skandalizojnë njerëzit në farforme, ja u përhapin të këqia të shtu. Sa bukur edhe në këtë aspekt, dhe më thonë Allahun në çështjet e gabimeve të njerëzve, e ka zgjedh mbulesën. Prandaj ai që e mbulon dikujt në tmet, dhe qëllimi i misionit tonë nuk është që mi mbulu në atë kuptimin me ja hiq perden apo me ja u tregu tmetat njerëzve apo tona apo të tjerëve. Po qëllimi është që na në farforme njerëzit më thonë që Allahu të ka mbulu ty, ti bën një erkeqe, 2, 3, Zoti po të mbulon. Mos arrin atë shkollë saqë Zoti në farforme të skandalizoj përpara të tjerëve. Me të shfort këtu. Disa njerëz fatkeqësisht, cilët kanë më shumë të nevojë më pendu për 2 arsye. Bojnë keq, po të keqin edhe reklamojnë. E kjo është një element që është shumë i rëndë, gjendje shumë e rëndë e njerëzve. Prandaj këta njerëz kanë nevojë u pendu për shkak të keqes që kanë bërë. Edhe dyta për shkak të reklamës që ja kanë bërë të keqes. Por çata ma kujtove thonjën e Musës në Kur'an që Zoti përmend: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Kam shpejtu për të këti o Zot që ti më kënaqësh. E forma e shpejtimit për të Zoti është çelësi, është pendimi. Prandaj Zoti pejgamberi sa i kanë lënë kur përfundon pendimi. Kur ti vjen njeriu të shpirti, thot denkit ku frymën e fundit. Frymën e fundit, domethënë denkit ku mu pendu pa marr parasysh sovjetik. Pa marr parasysh sot gjunohaj ky. Edhe kur lind dielli nga perëndimi që është peshajat më të kiametit atëherë ndodh ndryshimet noja në kozmos. Ata njerëz që mrin Allah na rujt pe dënimit të Zotit dhe pe atyre gjendjeve të rona, po aja çka kuptohet domethënë gjithçka në fe. Gjithçka thret. Çdo mësim i fesë thret më kthy te Zoti. Se s'bën braniere me kalu jetën e tij me gjuna dhe me kote. Nuk ja vlen njeri me hub xhenetin, kënaqësinë e xhenetit që është e përjetshme, me një kënaqësi të momentit të çostit. Dunjoja kanë herë na këtu Imam Gazali ka një rast shumë bukur në njëri dënë mu pëndu shkën të Imam Gazali. I thot, o
o shejh, o hoxh, thot, ai pas ka qenë alkoolist, i mvarën shumë prej alkoolit, po do mu pëndu. Po tash për jenë vështirë. I thotë hoxhën, po do mu pëndu, thot prej alkoolit, si jam vazhdimisht i dejon, s'po shka një jetave që i dejon. Imam Gazali, që mësimi që duhet me marrë për edukatorit, se edukatori më i mirë dhe djetari më i madh. Mor rrëfy. Po, edhe në islam nuk ka nevojë mor rrëfy, apo me shku edhe falmi gabimet ose paguaj Mi kaç. kallzu aty ke çka ke. Po shaj, çuçi mirë pret. Sa e tash e nin veten para atij hoxhës, para atij djetarit, kuptimi shumë dol me marrë. Thotën po du mu pëndu prej pije, prej dehje, prej alkoolit që. Thot, hoxha shumë thjesht e pret, thot, hajde pëndohemi bashkë. Thot, ti i dehur, unë i dehur. Thot, hoxh, thot, unë i dehur. Po ti Imam Gazali, ti kush je? Ti hoxh. Thot, po ti e deh, thot, pij alkoolit, thot, ty t'ka deh alkooli, tash po do mu pëndu, elhamdulillah, thot, mu m'ka deh dunjoja. Ka qitë vetën shkollë të njëjtë. Të më thonë shkollë, atë thot, pëndohemi bashkë. Se kanë janë na dinë, edhe lusim Zot. Po nga njerë, a diko është problemi, mi po gjonat pesnalë të poshtë. Nga njerë duhet mi po njëri apëton edhe të konat, edhe pes poshtë i paganaltë. Me këshqyrë ti, më mundu do më thonë që ai që po vjen është ka mundësia me kote Zotit shumë e mirë sot, edhe pse ka bëhet gabim. E sheni gjinaqar, e sheni vajzë pambules. Veshje provokative. Edhe tash na menherë me akuzu, ndoshta ajo është më e mirë te Zoti se soti. Ose sheni një njeri që po pin cigare, po pin dohan ose po pin alkool, tash me thonë, kjo është larg mëshirës Zotit, po ti bashkë kur thush që to Zoti se fol, ai Zoti e fol ato. Ndoshta nuk fol ty. Prandaj është nganjëherë te pendimi kur thamë është njerëzit nuk do të këtu nuk ka paragjykime. Përderisa Zoti po thret. Mos ja mbyll dyrve, as vetes, as tjetër. Po mor parasysh është fjala kur pendohen, po një rrezik është i madh që e cekë më harrët ata që reklamojnë gjunat. Këtu shumë i shohim njerëzit që krenohen me ato gjunat. Zoti për mëshirës vet, pra që ja u kam shef gjunat, nuk i shkruan ball çka ka bu, ai del edhe e shfaq gjunat edhe krenohet para tjerëve me to. Ka thonë pejgamberi sa këtë ummeti jam do të falen përveç mujahirun. As shokët e vet se kuptuan që të fjalë arabi ishin se kuptuan çka kjo fjalë. Tan kush janë ta ja Rasulullah çka janë ta mujahirun? Ta janë ata që Zoti ja u kam shef gjinohet, ja u kam lu, si ka po kërkush kur e kanë bën ai gjina, ata dalin i shfaq, ata krenohen me to. Kjo është rreziku më i madh. Që ta Zoti na ruaj prej saj. Çështja tjetër është që ceke do të thotë deri në momentin e fundit, se dietarët kanë thonë kushtet e pendimit janë 3. Miro pishmon për gjinohen që e ke bu, mos me vazhdu në to, mos me përsërit, pra edhe me kon i sinqert pendimin e tina. Këto kushte i shohim subhanallahu sa interesant se shumë njerëz pendohen. Po që ato që nuk mundin me majt, nuk i kthyen shkaqet pse s'po mundin me majt çat pendim. Pse s'po mundin me vazhdu në rrugën që po duhen me shku. Është rasti i atij njeri që i ka myt 100 vjet. Pejgamberi sa më ka njoftu, i ka myt 99 veta, ama shpirti se ka lënë rahat, ka desh mu pendu, ka një veten në rënë. Ka thonë kallzoni për njerin që më bën çare. Shko ka thonë të një adhurus, që adhuron Zotin. Ka shkuar ka veta, ka fale për mua, çka ke bu? 99. Jo ti ski. Ati ka mungu informacioni. Po dhe? Dhe unola e ka. Ai adhurus po sukon dietar. Domethënë ka qenë devotshëm gjithë apo? Apo sukon dietar, nuk i ka ditë çfarë çish duhet. E kur ka thonë 99 veta më myt, jo, çfarë ku do ti më pështu? Ka thonë skopshtim. Mos is pas kapshtim as për mua, se çështu rreziku ku është i pesimizmit kur ai bëhet pesimist mo tani e lëshon veten me bu panol gjinohet, thotë të bëjnë 100 belem e myto e këtë 100. Pi vet njerëzit po du për mu pendu, po du mu po munon shpirti speni vetë rat, po çush me të kallzu tash ti kemi myt tjerë, thash e kanë uzuar një dietar. Vlera e dietarit sa është, ha? Kanë uzuar te dietari, kur shku te dietari ka thonë po, ka pendim, dera qiell është për ty. Po ka thonë ka kusht. Qa? Ka thonë mu largu pe çati venit ku jeton nuk. Ç'është shoqëri destruktive? Shkaqe kryesore të pendimit me koni suksesshëm është në çast shoqëri ku ke bëj gjinohe ose thjesht çata shok që ke nejt me ta që ke pi alkool që e shkon rrugë çia me ata mos me nejt, se ata mund me tërhek apet. Ta kjo kushti parë mu largu pe ati venit pe asoj shoqënie, se ata mund me të kthy se nesër ti kur të pendohesh thonë çabe. Që dej dia ku shkon. Po sigurisht se do ta vazhdosh ta plotësosh tregimin, po pak po do më ndërhy këtu. Se ndoshta dikush mund me kuptuar që tash nëse në shoqërinë për hap të këqijat,
edhe ti një farë po ndikohesh, sa është reflektim. Për sjellja e ty në tash me lshuat vendi. Ndoshta mundet më kuptuar që unë mendoj që me duru, me thirr, me urdhëru për të mirë, me ndalu nga e keqja, nuk është kush patjetër. Po gjithmonë po duhet me pas gjithmonë këtë kronjë që them na ti mush batariat. Po jo ndoshta kjo situatë është ndoshta situatë e caktuar. Po. Domethënë ai e ka këshir ku problemi, për çata e ka dhënë aty. Shoqëria kanë përgjegjësi. Ka arrit në atë gradë që ka problem ky si individ me shumë më ndryshu. Këtë ndoshta pak. Për këtë do thotë i thet ai këtë pikë vani duhesh mu largu. Edhe me shku në vend tjetër, niset me shku atje. Tu shku gjatë rrugës. Ajo që vjen pa kallzuhish, pa lënguhish me laçë dikës. Edhe ja merr shpirt. Tash po vin me laçet e mshirës edhe dënimit. Po dojnë secila ku me përcaktu pozitë. Xheneton xhenem. Me laçet e mshirës tashin u pendu. Ka ro pishman. Na takon neve me marr. Me laçet dënimit thoshin jo, asnjë mirë se ka bu. Ka myt 100 veta. Sa që Allah subhanallahu për çit njeri që i ka myt 100 vet. Me laçet pushtyen. Me laçet se kundërshtojnë Zotin pushtyen për të. E çon Zotin i me laçe në formën e insanit, gjykatës mes tyre. Çka më bëu thot mat në tokë. Nëse është më afër kësaj që u nis me shku për mu pendu, thot atëherë që thonë ai kof për hajër mëshira. Kof më afër kësaj ku ka bëu gjino, atëherë me dënimit. Dhe rezultati? Kur e kanë mot, ka dalë si thëmë na për një pllom, më afër se. Domethënë edhe pse nuk ka bën praktikisht asnjë vepër për mirë. Domethënë sinqeriteti, sinqert dhe ka marrë shkaqe tu largu pe asaj shoqërie, edhe është koni sinqert në pendimin e tij. Allah e shpërbleft. E përmendë shumë mirë Fahrudin se kemi konsumuar kohën e parapon. Domethënë edhe një herë për teleshikuesit, kushti i parë me qenë sinqert në raport me Zotin, e dyta mu pendu ose me hiq dorë, me ndjenjen e pendimit, po pishman, me hiq dorë, me braktis, gjinojnë të keq, me vendos mos më kthy disa dietarë, mos më kthy më ta. Edhe kushti tjetër, nëse ka të bëjë gjinojnë në raport me njerëzit, mi u bë halal njerëzve dhe mi ja kompensu domin që ka shkaktuar. Allah e shpërbleft edhe teleshikuesit që kanë pas sabër me na dëgju. Inshallah Zoti na pranon pendimin, na e fal gabimet dhe lëshimet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.